Durrësi u zgjua këtë të martë në pushtetin e shiut dhe ujrave që kishin vërshuar duke mbuluar rrugët e qytetit, e përmbytur sipërfaqe të shumta në zona të banuara. Në disa zona, niveli i ujit arriti deri në gjuhë, duke bërë të pamundur qarkullimin. Qindra automjete mbetën në ujë, sidomos nga zona e mauzoleumit të dëshmorëve deri në Durrësin e Ri. Veliera e Durrësit, e cila gjithashtu u përmbyt, ka psuar dëme infrastrukturore. Report TV sjell pamjet ekskluzive me dron që tregojnë situatën e rënduar të ditës në Ishkënet dhe zonat përreth. Uji ka mbuluar rrugët dhe banesat. Banorët flasin me dëshpërim për dëmet në banesa. Mu ma shpërmbyt shtëpia, gati 1 metër ujë është brenda në shtëpi. Shtëpia ime, vllajt, kemi marrë policin, kemi marrë ato, as ka zjarr fiks, as ka ardhur forca, as si lloj gjëje s'ka këtu. Po kemi telefonuar dhe s'kemi marrë si lloj përgjigje. As si lloj përgjigje s'kemi marrë. Po, gjysmë metër po. Në Shiraj, bonë Shiraj s'kemi marrë. Përmbytjeve nuk i shpëtuan as institucionet publike. Çerdhet, kopshtet, shkollat dhe Universiteti Aleksandër Mojsiu u mbyllën për shkak të pamundësisë së qarkullimit të nxënësve dhe studentëve. Burgu i Durrësit u përfshi gjithashtu nga përmbytjet. Qelitë e katit të parë u mbuluan nga uji dhe të paraburgosurit u transferuan në katet më të larta. Sistemi i kanalizimeve nuk i ka përballuar rreshtit e shiut, ndërsa pusetat e bllokuara kanë agravuar situatën. Përpos banesave janë dëmtuar qindra biznese dhe ambiente nëntoksore. Në qytet mbërritën mjetet e ushtrisë dhe zjarrfikset që po ndihmojnë në pastrimin e ujit. Prefekti i Durrësit konfirmon se përmbytjet janë ndër më të rënda të viteve të fundit. Të dhënat deri në mbrëmjen e së martës flasin për 800 banesa të pushtuara nga përmbytjet dhe 180 banor të evakuuar, të cilët janë strehuar në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe asaj të brendshme. Vlerësimi i plot i dëmeve do të bëhet pasi uji të tërhiqet plotësisht dhe qarkullimi të normalizohet.